Dhjetra banor të Kreshpanit në njësinë administrative Cakra në Bashkinë Fier kanë protestuar para ditën e sotme për mungesën e ujit të pishëm. Në kulmin e indinjatës, ata pohojnë një zëri se prej vitesh nuk furnizohen më me ujë në rubinetat e çezmave të tyre. Teksa theksojnë se çezma e fshatit është i vetmi burim natyror ujë në zonë ku furnizohen edhe banorët e fshatrave më të afërt. Edhe pse ujësjellësi ka investuar në rrjetin ujësjellës, uji vijon të mbetet mungesë pa ia shpjeguar askush arsyen teksa janë edhe taksa pagues të rregullt, thon ata. Të rroj, ta përparoj neve që mban tër rrjetin e Fiejit, Gojshova, Cakrën vin mbushi këtu me bidona. Unë që i kam parë që kam shpin këtu afër. Edhe na jo, edhe se mbajnë as çesmën. Komuna vjen shtron çik këtu edhe iku, e hodhi zhavor. Ujtesh në dorë, në çdo kohë. Si ja bëni ju për nevojat? Nevoja me të keq, e kursejmë ujtë edhe vajt, jo aq. Mi të gjitha ujë, nuk bëhet lavë si që folën edhe parafolsit, po këtu është edhe një sekret tjetër, plus që është berë kjo linja e re, edhe nuk është lidhur. Po ne jemi një nga pika që kanë venë ata me fjalë për të pru ujtë, jemi një 7 metra më lartë. Neve s'ta nga venë pikë fare atje. Paguajmë tatimet një, për arsye se në qoftë se nuk i paguan, ato janë edhe sistem edhe mbarten. Ne aq i marrim, unë punova 40 vjet, edhe marrim 180.000 lekë. Edhe tatimet i paguaj vit për vit. Vajta për një shkres, nuk më dha shkres mua i një dokument, një firmë. Tha paguaj tatimin. I pagova tatimin, më dha firmën pasaj ati muj. Po s'është normale që mos ketë ujë. Çfarë kërkoni ju? Ne kërkojmë që gjithë fshatit ketë ujë, se në Behar këtu mblidhen në gjitha fshatrat. Zën edhe radhën. Po për shkak të radhës. Po për shkak po atë dosha të thoshja që për shkak të radhës edhe mund të ketë edhe konflikte këtu me njëri tjetrin. Se të rrish 2 orë për të mbushur ujë është turp. Po dajmë mos flas mbi 10 vjet që vojmë në ujë. Thon, do vin muaj i Behar, 3 muaj, 4 muaj të Beharit. Na thon do vi ujë sot, po jo nuk ka, jo nuk na hedhë të depa, jo nuk e bjem këtea. Vim mundohemi, marrim frezat, kemi makinat dhe vim mbushim ujë tu. Kemi vite që merrem me të lloj puna. Tubacioni është dhe ujë nuk ka. Thjesht na thon do vi. Në çdo verë është kjo situatë. Kështu thon presi fondit, vet fondi nga para. Thjesht janë shtrohet linja dhe ujë s'ka. Janë bërë ca blokje thonë për ujë të pishëm, ka shtu një dy trazora, edhe thjesht ngeli kaq. Dhe sa familje voni këtë problematikë? Tërë fshati. Pa ujë, lekët po i pagoj, vemi te drejtoria, ai thot do të çoj ujë. Ku e ke? Çe me lekët? Mua unë jam burr plak. Çe ti marrësh lekë? Ja po vim këtu po e marrim me hajvan ujë. Çe ta mbajmë me ujë? Duk me pasu. Banorët thonë se janë rreth 400 familje që e vuajnë mungesën e këtij elementi bazik në përditshmërinë e tyre, ndërkohë që po sipas tyre edhe pas ankesave të vazhdueshme, situata vijon të mbetet e pandryshueshme. Banorët pohojnë gjithashtu se pranë çezmës ndodhen edhe koshat e mbeturinave, duke ju frikësuar edhe rreziku të infeksioneve. Ka mbeturinat, po, hidhen qenë e maçë aty. E tër fshati këtu i hedh. E kemi parë qeskat. Të terë, hese mbushin ujë këtu, e hedhin këtu në kazan. Sot është pastruar kjo, po. E ndjeni vetëm një fshat i braktisur? I braktisur. Që do vëjmë, shikojnë fare ta, as na bujësia, as na ngje. Ne jemi, me fjalë, që kemi shpitafër të çesmës, edhe kemi shumë nevojshme ujtë edhe se kemi puset. Mirë po puset janë ujë si ujë ndenjur, me fjalë vlejnë për të pirë, zvlejnë, nuk e dim. Këtu kemi më shumë ashtu ja besim për të pirë, se është ujë burimi, rrjedh. Mirë po çesma nuk mbahet pastër. Përballë kësaj problematike shumë vjeçare, ata bëjnë apel të dëshpëruar për zgjidhje të shpejtë të situatës, pasi puset e hapura privatisht thahen gjatë stinës së verës dhe çezma pakson dieshëm ujin. Ndërkohë burime pranë drejtorisë rajonale të ujësjellës kanalizimeve Fier pohojnë se linjat e reja ende nuk janë vënë në funksion, por ato ekzistueset ende janë aktive dhe furnizohen 4 orë në ditë.